Unë nuk se jam aty. Kështu që në këtë kuadër edhe gjithçka tjetër unë them që do të shikojmë edhe mënyrën se si do operoj dhe shpejtësinë apo në forcën që të tregoj SPAK-u lidhur me dosje tjera të cilat mund të kenë qenë gjysmë fjedhur dhe që mund të bëhen aktivizon. Dhe këtë kuadër mendoj se gjitha kjo do të ndikoj edhe në rrjedhat politike dhe në vendimarrjet të caktuara. Po kam përshtypje në plator dhe këtu pastaj dua një opinion tëndin, sikur edhe SPAK-u është duke pritur 22 janarin se si do veproj Rama me të tijet për rastin Balluku. Është kjo përshtypje apo ndoshta janë ditët e festave dhe ne ende nuk e kemi të qartë se cila është strategjia e SPAK-ut? Këtë pritet ta shohim, nuk e di çfarë po pret, apo pret tjetër gjë nuk e dim. Ndoshta po pret që të kthehen dhe nga pushimet, këtë se dim. Të kthehen deputetët, thua? Deputet apo aktorë tjerë që mund të kenë qenë për pushime jashtë. Nuk e dim. Pra, ka shumë gjëra. Kjo është e vërtetë, në fakt, se përveç Berishës të tjerë asnjë s'del. Nuk e dim pra. Nuk di ta them. Po famendsim po, mund ta bëj. Dhe nga ana tjetër pastaj unë mendoj që në të gjitha rastet, pra edhe për këtë që thoni juve, këto janë gjëra normale. Faktikisht ju mendoni se do ketë lëvizje. Unë nuk shikoj se mund të ketë një lëvizje hë për hë. Pse? Sepse shiko, ndryshe nga mënyra si se ka operuar Partia Demokratike, përse padyshim që ka dhe rryma të cilat padyshim kërkojnë të dëgjohen. Kërkojnë të dëgjohen dhe që në një farë mënyrë nesër pas nesër nuk thjesht mendoj se dhe Rama e kupton këtë gjë, çështjet e dosjeve dhe hapjes së proceseve hetimore ndaj shumë zyrtarëve të ndryshëm e bën imperative që edhe çështjet për sa i përket mënyrës së zgjidhjeve apo të gjërave të kërkojnë jo thjesht një vendimarrje të tij, por që mund të hapi këtë jo brenda me vendim të tij brenda për qeveri, por që të hapi edhe në organe partijake, pra që mund të jetë asamble, kongresa, nuk e di domethënë çfarë. Këto lëvizje janë lëvizje në këtë funksion të situatës së re? Nuk zgjidhin gjë, nëse do ta bëj. Por nëse do kemi, supozojmë që do kemi situatë të re politike që lidhet dhe me goditje të drejtësisë, mund të jetë një takim që Rama do të informojë partinë e tij? Patjetër për lëvizjet që do të bëj? Mendoj se po. Dhe këtu nuk ka të bëjë thjesht grupi deputetëve, se ne ngatrojmë faktin e politikanit me atë që ka marrë mandatin e deputetit. Jo të gjithë ata që kanë marrë mandatin e deputetit mund të qesh politikan. Që mund të jenë aty që s'ton asgjë dhe s'kan bërë asgjë. Jo, po ata janë ata që Rama i quan 83 mandate. Po, dakord, është mandati më i vlefshëm se sa dora që e ngre. Ky është problemi. Ky është një element tjetër, pastaj që cilën ka debat goxha gjërë. Dhe ky është një problematik i cili edhe brenda PS-s për shembull ketë edhe pak kënaqësi për mënyrën se si janë zgjedh një pjesë atyre deputetëve aty. Kështu që edhe ky është një realitet i cili nuk mund ta mohojmë këtë gjë. Ka njerëz të cilët kanë pas kontribute, por që nuk janë të përfshirë në jetën reale. Kështu që në këtë aspekt patjetër që mund të... Në këtë lojë, ai që vendos për gjithçka është Rama apo partia e tij mund të imponojë lëvizjet? Mendoj se vetë Rama nuk do të dëshironte tani që gjithçka ta mbante vetë. Okej. Pra pasi ka ta ndaj me përgjegjësie dhe me një lloj vendimarrje e cila mund të jetë në bazë më të gjerë për të gjetur zgjidhje për të përshtatur realiteteve të reja politike. Ali Bej?